Shqipërinë gjithsesi lëvizja vetëvendosje e cila ka e ushtron një kampanjë të sofistikuar kundërshtarëve të vet politik. Nëpërmes postimeve, grupeve të ndryshme e kështu me radhë. Dhe se kjo kampanjë më së shumti është drejtuar drejt forcimit të pozicioneve të këtyre partive politike, këtë rast lëvizjes vetëvendosje. Dhe se kjo ka qenë e njohur, do thotë janë shumë grupe ku atakohet tazojmë Lidha Demokratike e Kosovës për shkak të mos vazhdimit të rrugës së Rrogos, apo atakohet Partia Demokratike e Kosovës për shkak tradhtisë vlerave të UÇK-s, kështu me radhë, do thotë i gjejnë për secilën parti politike, i gjejnë ato pikat më të ndihshme dhe aty atakohen në mënyrë kaq të sofistikuar. Kjo është në ne, mirëpo natyrisht këtë lloj propagande të re në mediat sociale nuk e bën vetëm lëvizja vetëvendosje, jemi duke pa që është duke u bë edhe për partive tjera. Tash së fundi kemi të bëjmë me inteligjencën artificiale, u pa